Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane, një mbrëmje gala në Manhattan. Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane mblodhi qindra shqiptarë në një mbrëmje gala madhështore në Gotham Hall, një hapësirë ikonike për evente prestigjioze. Ceremoninë e moderoi presidenti i AARC Martin Hulaj, i cili në fjalën e tij frymëzuese i nderoi të gjithë ata që kanë shërbyer pa u lodhur për çështjen kombëtare. Mbrëmja u hap me këndimin e himneve kombëtare të SBA Shqipërisë nga Ilse Ademi dhe Fiorella Miria, në duartrokitje të ngrohta e paraqiten presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, ambasadorët Suela Janina dhe Ervin Bushati, të cilët shprehin mirënjohje për diasporën dhe respekt reciprok për kombin. Bekimin e mbrëmjes e dhanë Don Pjetër Popa, Imam Tahir Kuka dhe Imam Edin Gjoni, duke theksuar unitetin e komunitetit. Kongresisti Keith Seld, përkrahasi i Kosovës në rrugën drejt NATO-s, mbajti fjalën kryesore. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut Eric Adams u nderua me çmimin Nën Tereza, duke deklaruar "Unë jam vllai i shqiptarëve". Aktivisti i njohur Jim Xhema u nderua me çmimin Kalorsi Skënderbeu, të cilën e mori në emër të tij Doktor Elmi Berisha, që e cilësoi ikonica i dytë i kohëve moderne. Fjalë Miradiu drejtuan për filantropistin Sal Rusi dhe vëllain e tij Ili Rusi, ndërsa me një video mesazh përshëndente kongresisti Mike Lower dhe Christopher Hyland. Një moment prekës ishte omazhi për aktivistin e ndjerë Charlie Kirk, bashkëthemeluesi Turning Point USA, i cili humbi jetën tragjikisht pas pak ditë më parë në një atentat. Në mesin e të pranishmëve ishin figura të njohura si Ari Baraktari, Vebi Bajrami, doktoresh Shpresa Gjakli, Edith Shkreli, Vlera Thaçi, Vanessa Limani, Ariane dhe Elda Spasës dhe kontribues të shumë të jetës kulturore arsimore Komiteti Shqiptar në SBA. Atmosfera u gjallërua me performancën artistike të Riad Ymerit, Marcela Çibukajt, Mira Konçit, Fatos Makulës dhe mjeshtrit Igli Tuga.